Disa herë ka tregu me një farë mënyrë temi muskuj politik kundrejt kuadrove të Vlenit, kundrejt liderëve, i ka demantu disa herë, patrasin edhe me zotrin Taravari, përderisa ish ministër i shëndetësisë, me zotrin Izet Mexhiti dhe me shumë tjerë. Pse e bën këtë zotrin Mickovski? Faktikisht, a ka ndonjë mos koordinim mes Vlenit dhe VMRO-s, apo e bën vetëm për të tregu muskuj ndaj partnerët më të vogël të koalicionit? Vesian, unë i quaj në kuadër të normales gjithë ato. Tash ne nuk jemi një subjekt politik, ne jemi koalicion. Ka raste edhe ne e kemi bërë të kundërtën. Thënë është pru një vendim, nuk ka di çfarë edhe ne e kemi hedhë poshtë. Po nuk du kjo të keq përdoret për shkak se BDI është mjeshtër për të keq përdorë këto situata edhe për të kriju tensione. Do thot ati ku cenohet interesi shqiptar, ne kemi qenë stoik, ka momente që ka pas edhe ballafaqime. Po, du t'i referohem asaj që është deklarative. Ka raste edhe unë kur kam deklaru diçka që s'u ka ardhur hiç mirë atine, edhe e kundërta. Po, ajo që është si koncept bazë për mënyrën e funksionimit është që qëndrimet merren në formë të dakorduar mes shqiptarëve dhe palës tjetër Maqedon, apo në mes Vlenit dhe VMRO-s. Nuk ka qëndrim të pa dakordum. Tash, te pjesa që mundohet BDI ta paraqes kinse, VMRO-ja është arrogante, shkel shqiptarët, nuk janë të përfaqësuar shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët janë të përfaqësuar, kanë zërin e tyre në qeveri. Dhe shqiptarët janë shumë më mirë se sa BDI. Ato që s'janë mirë në këtë kohë, janë funksionarët e korruptuar BDI-s. S'është mirë BDI-ja, s'është mirë Alia. Dhe gjithë indikacionet, unë do kisha dashur të flasim edhe pak për realizimet tona.